Kandidati për deputet i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, Damian Gjiknuri, ka zhvilluar një takim me gratë socialiste të Sarandës, Delvinës, Finishit dhe Konispolit. Gjiknuri cilësoi gratë si forcë e rëndësishme për Partinë Socialiste, forcë që çon përpara zhvillimin e shoqërisë dhe familjes. Ndjehemi emocionuar që vi pas disa vitesh që një udhtim politik i ndërprer për shkak të detyrave të tjera, po më vjen mirë që në këto zgjedhje më erdhi mundësia që të kandidoj përsëri në qarkun e Vlorës dhe pikërisht ta filloj me gratë sarandiote dhe kur them sarandiote të gjithë krajinës suaj, sepse jeni me të vërtet zonja dhe bashkë kemi bërë dhe kemi përballuar betejë politike që mua më kanë lënë bresa. Ju shpreh një falënderim, një mirënjohje për gjithë kontributin që keni dhënë në vite dhe që unë nuk e harroj. Ne përpara kemi një fushat zgjedhore. Damian Gjiknuri do të jetë ai që ka qenë gjithmonë, që kur erdhi në Sarandë, që e filluan punën së bashku dhe ditën ta ngrem Sarandën dhe rezultatet e saj elektorale në nivele që pak kush i mendonte. Kjo mbi gjitha bëhet me forcën tuaj. Gratë janë më të vërteta nga njërse burrat dhe janë ato që mbajnë edhe fjalën, por ato mbajnë dhe familjen. Ju jeni shpresa e vërtet edhe kësaj force politike, por edhe rezultatet elektorale që jam i bindur që ne do ta marrim shumë mirë. Gjiknuri thekson faktin se janë bërë shumë investime në Sarandë, pasi qeveria i ka kushtuar shumë vëmendje qytetit. Me votën tuaj, ju do të më jepni mua, por edhe gjithë ekipit politik të Partisë Socialiste, forcën për të bërë më të mirën e mundshme në Sarandë dhe kudo, është shprehur ndër të tjera Damian Gjiknuri. Janë bërë shumë gjëra të mira në Sarandë, janë bërë investime, qeveria shqiptare i ka kushtuar vëmendjes. Me votën tuaj do më jepni edhe ju forcën, po dhe gjithë ekipit politik për të bërë më të mirën e mundshme për Sarandën. Të bëjmë maksimumin në këtë zgjedhje, të japim thash rezultatin e dur dhe Saranda dhe gjithë kjo krajinë të marrë atë që gjithmonë e meriton, si qyteti që është mbretëresha e turizmit në Shqipëri dhe gratë e Sarandës jam i bindur duhet jenë pararoja e kësaj gjëje. Një thirrje për të votuar Partinë Socialiste si kontributore të rëndësishme për ndryshimin e vendit ka pasur edhe nga gratë dhe vajzat pjesëmarrëse në këtë takim. Gratë dhe vajzat kanë kërkuar mbështetjen për Partinë Socialiste me votë për të çuar përpara zhvillimin. Gruaja socialiste në ish rrethin e Sarandës, e Delvinës, e Sarandës, e Konispolit, Finishit, në vazhdimsi për legislaturat të tëra, ka mbështetur Partinë Socialiste dhe ka treguar forcën e saj. Në këto votime, ne do tregojmë forcën tonë. Jetoj në Athinë, kam mbaruar studimet e larta për shkenca politike në Athinë, jam koordinatore për diasporën. Ftoj sot gjithë gratë dhe gjithë të rinj të mbështesin Partinë Socialiste, të votojnë Partinë Socialiste, se jam i bindur që është e vetë një forcë politik që mund të na çojë përpara dhe më afër Bashkimit Evropian. Sot jemi pikërisht në një betejë të re, në betejën e 11 majit, ku secila prej nesh duhet të tregojë atë ndikimin ton të fuqishëm, të cilin e kemi kudo. Uroj suksese Damianit në këtë garë, atij të madhit, legjendarit Edi Rama. Suksese! Uroj suksese skuadrës së Partisë Socialiste, Damianit dhe kryeministit të Shqipërisë Edi Ramës. Dua t'ju uroj Damianit suksese në zgjedhjet e 11 majit, suksese Partisë Socialiste me në krye Edi Ramën.